Mandi. Përshëndet Iva. Sot është receta e fundit e pastave. Si ishte edhe ti është receta e fundit e pastave. Unë sot kam menduar për bërë një recetë paksa të veçantë, quhet pasateli në brodo. Për të bërë pasatelin që unë e kam bërë pak më përpara dhe e kam sjellur në formë cilindri, duhet 70 gram miell, semola, duhet 30 gram galet, që është buka e grirë, duhet një kokër vezë plot, duhet pak vaj dhe pak krip. Bëhet brumi një masë siç bëhet zakonisht dhe bëhet në formë cilindri më pas që unë e kam bërë pak më përpara. Pra është e përgatitur vetë. Është e bërë vetë, brumi i bërë vetë. Kemi edhe përbërësi shtesë për të bërë këtë recetë. Kemi mashurkat, kemi midhje të pastruara, kemi spes të kuq, kërpulla, kajkaleca të freskët, unë i kam pastruar pak më përpara, kemi gjalp, vaj ulliri, krip piper, verë të bardhë, majdanos, qepe pak. Mirë. Pa më kohë Iva, fillem me recetën. Në fillim ndezim zjarrin, unë e kam ngrohur pak më përpara dhe kemi gati për të shtuar kripën. Shtojmë kripën. Mandi, këto dhe janë një lloj paste veçantë, pasi e kërkojnë vetë përgatitja. Përgatitja bëhet vetë, nuk ka të gatshme në tregun që ku ne jemi. Përgatitja vetë është e ndërthurur me galetën dhe miellin dhe duke shtuar një kokër vezë të plot, pak krip dhe pak vaj ulliri. Dhe sa kohë i nevojitet për të përgatitur? Për të përgatitur kjo si brum, do në 10 minuta, ndërsa për të zirë do në 15 minuta. Pra kërkon një kohë më të gjatë. Një kohë zirë të gjatë, pasi buka e forcon shumë dhe mielli bashkohet bashkë me bukën dhe ndërthuret shumë duke forcuar brumin që ne kemi përzgjedhur. Atëherë e kemi prerë në formë cilindrit të vegjël, ndërkohë e shtojmë në enën ku do t'i zirë. Si shtanë, do një kohë zirë për 15 minuta. Gjatë kohës që ne kemi vendosur për të zirë pasatelit, përgatisim salsën, duke shtuar vaj ulliri dhe pak gjalp. Është një recetë Iva që serviret pak e lëngshme, nuk serviret si gjitha pastat që duhet jenë pak të fara, serviret me pak lëngë, domethënë me buljon. Duke shtuar të gjithë të përbërës që unë i shpjegova pak më përpara, do ta lëm pak të lëngshme dhe do ta servirim në një pjatë të thellë. Serviret pak a shumë si një supë. Dhe sërish është një recetë italiane, pra italiane, patjetër që është italiane. E veçanta e kësaj recete dhe jo më kot i kërkuar dhe për pjesën e fundit, për ridhen e fundit të rekomandimit të recetave të pastave, është pikërisht fakti që nuk gjenden të gatshme. Nuk ka të gatshme, pasi është një produkt që përdoret shumë rrallë dhe përgatitet vetë. Nuk ka, domethënë, të gatshme. Do të shtojmë të gjitha produktet në radhë njëra pas tjetrës, pasi duan kohën e tyre të kavërdisis dhe të zirjes. Përzgjedhja e këtyre produkteve janë në recetë apo është alternativ? Mjafton që ne përgatisim pasatelin, që unë shpjegova pak më përpara, dhe pastaj produktet janë alternativ. Mund ta bëjmë me çdo lloj brodo. Mund ta bëjmë thjesht me brodo verdure, me brodo mishi, të viçit, të pulës, mund ta bëjmë me vetëm brodo peshku. Unë kam menduar ta përgatizem me perime dhe me produkte peshku, si mire dhe karkales. Pra shohim, Mandi, po ta shikojmë edhe kur ata fillojnë dhe të bëhen, kur pata fillojnë dhe zien dhe dalin në sipërfaqe të ujit, po duan një kohë... Dhe mbushen pak, fryet nga veza. Atëherë Iva, kemi shtuar qepën në tigan me pak vaj dhe gjallë. Kemi shtuar kërpudhat, pas e kemi shtuar qepën. Dhe i kavërdisim dhe kërpudhat, do shtojmë specin dhe mashurkat. Më pas do shtojmë midhe dhe kakalesin. Do të shojmë me verë të bardhë dhe do marrim ujë nga ujë ku kemi vendosur pasatelin. Që të përgatisim salsën. Salsën. Dhe më pas do shtojmë krip piper dhe në fund do shtojmë majdanos. Dhe si quajtë në të recetë pasateli në brodo. Në brodo. Brodo do të thotë buljonin që përgatitet nga perimet, nga mishat, nga peshqit e ndryshëm. Kam përzgjedhur disa produkte që kanë ngjyra të ndryshme. Janë zarzavate të stinës. Patjetër që janë të stinës. Jemi në stilin e verës në një farë mënyrë peshku dhe frutat e detit. Patjetër që po. Përdoren më shumë se sa. Të mësot e konsiderueshme. Mishi?
Atëherë kemi shtuar specin jo, do shtojmë dhe mashurkat. Unë i kam prej kubike pak më përpara. Kjo, pikërisht, mashurkat mund t'jetë një element i veçantë, Mandi. Mashurkat në pasta nuk është se absolutisht, nuk përdoret shpesh. Përdorin bizelet, përdorin kunguj, patlıcan, karot, përdoret brokoli. Atëherë pasi kemi shtuar mashurkat, shtojmë dhe mirjet, që unë i kam pastruar pak më përpara. Do shtojmë dhe kakalecat, duke i ndarë në 2 pjesë. Kemi 2 kakaleca, të pastruar më përpara. Pra pak produkte. Pak produkte, pasi e stimulon të gjithë pjesën në pasatelit, më thëmë bëhet e bollshme. Shtojmë dhe kakalecat, jo? Në fakt, Mandi, po të kujtojmë të gjithë receta që na ke rekomanduar pra të pastave, të vetmet pasta të cilat kërkojnë më shumë kohë për të përgatitur janë pakeri dhe pastateli. Pakeri dhe pastateli është dhe linguine, njëkohësisht dhe linguine, ndërsa pastateli dhe pakeri duan kohë pak më tepër se linguine. Kusht tham janë bru më i fortë. Por ama janë edhe më të veçanta. Patjetër. Ja po ta vëmë re, ka një larmi ngjyrash dhe shihesh në tigan ku ne kemi shtuar perimet dhe mirjet dhe kakalecët. E në fakt, dje përpose nga ke zbuluar dhe një ndër sekretet tjetër, një sekret tjetër, më thekë që do të nisim javën e risotove. Risotove. Ka menduar që për nesër të përgatisim një risotto. Të veçantë, mos ta zbulojmë. Patjetër që është e veçantë. Përbërësit, mos ta zbulojmë se për çfarë bëhet kjo, por amat do të vazhdojmë me javën e risotove. Shumë mirë, dhe në fakt jemi në stinën e verës, pse jo kemi nevojë për gjëra të lehta. Duhet të përgatisim gjithmonë në risotto me shije të lehtë. Mos i ngarkojmë shumë me shije, pasi dhe stina që ne jemi tani, duhet gjithmonë të konsumojmë gjëra të lehta. Atëherë kemi shojtur me verë. Pasi kemi kavërdisur të gjitha perimet me radhë dhe frutat e detit. Shtojmë pak piper dhe pak krip. Ndërkohë marrim pak nga uji ku kemi vendosur pasatelit. Mandi, për të gjitha ta teleshikues që po na ndjekin, ndoshta nuk kanë mundësi ndërsa ti provojnë vetë, gatuan ta provojnë shijen e këtyre pastave. Është ngjashme me pasta normale që ne konsumojmë çdo ditë? Është ngjashme me pasta, vetëm thjesht është produkti i shtesë që kemi shtuar, galeta, që e bën pak më të fortë dhe më të fortë për të zier, që forcohet brumi dhe ndërsa kur e konsumojmë duket sikur kemi bukë. Pasi galeta me miellin krijon atë masë më të fortë, ndërthuret shumë dhe bëhet shumë i fortë si brumi dhe duket sikur konsumojmë bukë. Pra mjafton pak miell? 70 gram miell, 30 gram galet, një kokurrëz të plot, pak vaj ulliri dhe pak krip. I përzim të gjitha bashkë? Përzim të gjitha së bashku dhe bëhet masa e përgatitur. Vetëm më pas japim dhe formën. E bëjmë në formë cilindrit të gjatë dhe më pas e presim në copa të vogla që unë i kam prerë dhe janë këto. Fakti i prerjes të këtyre copave është sipas dëshirës në formave apo kjo është forma origjinale, është forma origjinale. Pasi të kemi zier pasatelit, kemi edhe gati salcën dhe ndërkohë i servim të dyja njëkohësisht. Kështu të Iva është një recetë vërtet interesante, i do kesh kënaqësinë ta provosh. Dhe duke sugjeruar ne ditë pas dite receta ndryshme dhe teleshikuesit tanë marrin sugjerimet të reja, sidomos kjo recetë është vërtet e veçantë. Është e veçantë, Mandi, ta thash dhe pak më përpara. Bishtaja, pra nuk është se neve para i kemi përdorur në për spageti, por thjesht në për gjeldra, siç jemi mësuar, ndërthura ndërmjet këtyre frutave të detit me zarzarpate dhe me perimet e stinës dhe kjo është diçka e veçantë. Nuk është se duhen shumë përbërës në sasi? Jo, pak përbërës, për ato që t'jenë të cilësorë, domethënë t'jenë të stinës, siç ne i kemi të stinës, dhe del një pjatë vërtet speciale. Atëherë ja shohim pasatelit, pasi pothuajse jemi gjatë fundit
pasateli. Në provoj pra nëse janë zjera Bënë apo jo. pak fare, Edhe kemi pak 2 kohë. minuta. Mirë, ndërkohë ne kemi mundësi për të falenderuar ata të cilët ne i quajmë tashmë miqt e kohës për të shijuar dhe bëhet fjalë pikërisht për supermarket Xhangollin, aty ku ai na jep mundësinë e blerjeve të produkteve të ndryshme të recetave që ne përgatisim dhe rekomandojmë ju në kohën për të shijuar nëpërmjet ekranit të Albania Sprit. Në supermarketin Xhangolli ju keni mundësi që të blini mirë dhe të paguani lirë. Faleminderit Xhangolli. Gjithashtu, ju dini tashmë që një mik shumë i mirë, i sidomos i konkurentit i cili do të jetë fitues i kësaj sfide është Vastur, turi operatori vetëm në Shqipëri, më shumë se 550 agjenci udhëtimi në të gjithë Shqipërinë, servir në këto pushime verore, charter në Antalya, charter në Sharm el Sheikh, bus charter në Halkidiki. Produktin e gjerë në korale të Vastur ju mund ta gjeni shumë thjesht në të gjitha agjencitë member Vas Group, si dhe në faqen online www.vas.alo ku ju mund të rezervoni dhe me kartë krediti. Faleminderit Vastur. Atërive shohem dhe një pasatelin, pasi të themi Ne pra po e provojmë. ka zirë do dhe pak fare iva, në pak se një Si minutë. mund të dalojmë Anvisa që puna ndjekin nëse është e zjerë apo jo, si që provove Duke dhe e ti? shtypur me gisht, qofse arrin të bashkohet dhe të hapet, e shtypim dhe në qofse vjen në formën e vetë, është okej, është i zirë. Është e zjerë. Mirë, mandje ndërkohë, le të pamundim dhe një përbërësit kryesor të kësaj recete. Atëherë, përbërësit kryesor të kësaj recete ishin, për pasatelin, kishim 70 gram mjell, 30 gram galet, kishim pak krip dhe një luk kafe me vaj ulliri. I përzijem të gjitha së bashku dhe krijojmë masën e lidhur, brumin. Më pas kishim të gjitha perimet si ne i kemi në Tigan. Kishim qepën e thatë, kishim kërpullat fresta, kishim spes të kuq, mashurkat. Kemi shtuar në Tigan në fillim vaj ulliri, kemi shtuar gjalp, kemi shtuar qepën e thatë të për në kubike të vogla, kemi shtuar kërpullat e fresta, kemi shtuar specin e kuq, mashurkat, kemi shtuar më pas midhjet e pastruar, pasi kemi shtuar midhjet, kemi shtuar kakalecin e pastruar, i kemi shuajtur me verë të bardhë, kemi shtuar pak nga uji ku kemi duke zirë pasatelit, dhe kemi shtuar pak krip dhe piper dhe ndërkohë jemi gati për të serviru pjatën. Të themi për 10 sekonda, jemi gati. Bëhemi gati për të kulluar pasatelin. Dhe ndërkohë e lëm dhe pak në Tigan për që të marrin shijen e perimit dhe midhjeve. Pra ashtu që thëmi dhe në fillim, mandi kjo recet nuk është e nevojshme që pastat të jenë të thata, ashtu si që ne i përdore, por të jenë të lëngshme. Të lëngshme, të lëngshme, servire të lëngshme. Atëherë kemi shtuar pasatelit në Tigan tek perimet dhe midhet e detit dhe Kjo kakaletit. recet është vërtet e veçantë. Kam përshtypjen që të paktën unë s'e kam parë ndonjëherë, s'e kam provuar. Servire të themi si supë. Si supë peshku, si supë me perime. Janë ndjetë dhe një aromë vërtet e mirë iva nga perimet dhe midhet e kakaletat. E lëmë dhe për pak fare sekonda dhe jemi gati. Ndërkohë fshim dhe pjatën. Fikim dhe zjarrin iva dhe fillojmë për ta serviruar. Si shtanë, serviret e lëngshme, jo? Shtem dhe pak majdanoz në fund fare. Dhe pjata jonë është gati iva. Mandi dhe lumshin duar të dashur Faleminderit, miq. Iva. Kjo është receta që Mandi ju ka rekomanduar sot për të gatuar dhe bëhet fjalë pikërisht për pasateli. Pasateli në brodo. Në brodo. Do thënë që brodo ne kemi përshtatur me perime dhe prodhime detit.
Ju e pati tashmë se si përgatitej kjo recet. Unë jam mos e bindur që bëhet fjalë për një recetë tepër të veçantë dhe për pasta të freskëta, të cilat ne kemi përgatitur vetë. Pse jo, në rastin se dhe ju nuk keni përgatitur drekën, ende bëni gati avash për 15 minuta, 20 minuta, përfundon dhe përgatitja e kësaj recete. Të dashur miq, ndërkohë që unë po e shijoj pak të pjatës të veçantë, ju rikujtoj ne do të jemi sërish nesër në orën 13:30. Unë Mandi dhe surprizat e tjera na presin në ekranin e Albania Screen. Në takosh.